sigurta në saktësi. Ora News Radio, your station of information. Ashtu te. Ja kështu. Jemi më mirë Marta? Më mirë. Në fakt gjatë kohës që ti ke qenë duke ardhur këtu, ne kemi bërë një farë mënyrë prezantimin e projektit të ri të propozuar, të prezantuar dhe që ti do na tregosh se kur do fillojë, të implementohet, të zbatohet e kështu me radhë. Të orientuar drejt çështjeve të karakterit social, po me peshë shumë të madhe. Ne kemi folur për kushtet në paraburgim, ndërsa sot do të flasim për një tjetër projekt të ri, i cili do të jetë i fokusuar në një tjetër kategori dhe komunitet njerëzish dhe specifikisht tek personat të cilët vuajnë nga sëmundjet mendore apo jo. Po. Edhe fatikisht mendojmë se nëse 2 vitet e fundit kemi punuar për paraburgimi, ku ishin persone në një situata shumë delikate, shumë vulnerabël, brenda sistemi i burgjeve, duke filluar nga janar këto vit kemi filluar këto projekt 2 vjeçare mbështetur nga Open Society Institute për semur mendor brenda sistemi i burgjeve. Është një kategori e persona shumë vulnerabël dhe për këto kemi menduar për të jetë fokusuar mbi këto grupi veçantë e burgosur dhe paraburgosur. Ka pasur instruksione deri tani zonja Onorato për këto grupe që do të thotë jashtëzakonisht vulnerabël, se ti jesh i burgosur është një gjë, po ti jesh i burgosur me zhvillim mendor është një vështirësi akoma shumë e madhe. Po, fatikisht sëmundjet mendore janë më zhvilluar brenda sistemi i burgjeve, edhe Akoma në Shqipëri nuk ka një institucione veçante për persona me sëmundje mendore. Dhe problemi i madh është se këto persona janë trajtuar ose brenda Spitali Burgut ose në përburgjeve dhe institucione paraburgimit pa një kujdes mendor veçante. Këto ishte shqetësimi i madh jonë, edhe ne do përpiqemi nëpërmjet këto projekti edhe për të kërkuar nga qeveria shqiptare një ndërtim dhe funksionimi sa më shpejt për një institucione veçante për personat me sëmundje mendore se kanë patur probleme me ligje dhe kanë marrë masat për trajtimi detyruar brenda një institucione veçante. Marta, na lejo ta themi, guxoj ta them, patjetër që po, që her pas here njerëzit që kanë patur probleme me ligjin ose me drejtësinë kanë abuzuar duke u trajtuar si të sëmur, pikërisht për të përfituar lehtësime. Të mos dalin në raste konkrete, por realisht ka të verifikuara e kështu me radhë. A do të ketë një sistem monitorimi për të parë nëse dikush është vërtet i sëmur mendor, ndërsa dikush tjetër nëpërmjet raporteve të falsifikuara është vetë trajtuar si i tillë, sepse dihet që kjo kategorie ka disa përfitime të tjera, mund të jetojë vetëm në qeli, mund të ketë kujdes mjekësor kështu me radhë. Këto ndoshta ndodhe jashtë Shqipëri, këto ndoshta ndodhe në një sistem teorik, por fatkeqësisht në qoftë se ju shkoni për të monitoruar kushtet e persona me sëmundje mendore brenda sistemi burgjeve dhe sistemi paraburgimit sot, ata kanë njëta kushtet se personat se nuk janë deklaruar semur. Atëherë nuk kanë një përfitim i madh nga këto ana. Nga ana tjetër, për shembull, edhe disa vjet përpara gjykata e Strasburgut ka vendosur, ka marrë një vendim kundër Shqipërisë, sepse një persona që ishte semur mendore, ishte rast Dybeku kundër Shqipëri, një person se ishte semur mendore ishte trajtuar tamam si një burgosur tjetër, edhe këto është vlerësuar si një trajtim njerëzor dhe degraduese. E di pse e them këtë, se duke qenë se tani së fundmi Marta kam ndjekur një rast nga afër ku një person i cili tani vuan dënimin në burgun e Krujës për vrasjen që bëri, dorëzuar pra avokatë dokumentacion që ishte në ndikimin e krizave nervore për shkak të sëmundjes, dhe për këtë
këto u kërkua një lloj lehtësimi nga vendimi i gjykatës, por që në gjykatë nuk u pranua që ishte i sëmur mendor, ama në burg sot kur vuan dënimin trajtohet si i tillë. Prandaj po thoja për këto lloj kushte që kisha fjalën për kërkuar lehtësira nga vendimet e gjykatave. Dakor. Cilët janë partnerët e ftuar dhe të cilët do të japin kontributin e tyre në këtë projekt të përbashkët? Ne kemi nga ana e Instituti Evropian i Tiranës një grup ekspertëve shumë i kualifikuar. Kemi 3 grup punës për 3 komponente e projekti. Kemi një komponente monitorimi, kemi përfshirë një psikolog, 2 juristë dhe një psikiatër, një psikiatër nga më të mirën e Shqipërisë, si gjithë ekspertët për si është fushën shumë delikate, 2 psikiatrë se kemi përfshirë janë nga më të vjetër dhe më të kualifikuar në këtë fushën. Kemi një grup e riforma ligjore për të përmirësuar kuadri ligjor për shëndetim mendor në Shqipëri, edhe atë kemi 2 juristë dhe një psikiatër shumë të kualifikuar dhe një grup për sensibilizimi i shoqëri për këto probleme. Bashkë me ne do punon avokati populli, që kemi si partner gjatë këto vite, si është institucione shqiptare më e rëndësishme për mbrojtje e drejtat e njeriu, e kemi nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për 2 vjeç për gjithë kohën e projektit. Edhe jemi duke negociuar një marrëveshje bashkëpunimi edhe me drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Sepse si në gjithë projekti jonë, qëllimi jonë është bashkëpunimi për përmirësimi e sistemi, edhe ne shpresojmë se në fundi e këto projekt 2 vjeçare, ndoshta do flasim prapë për 2 vjet për rezultatet e këto projekt. Ne shpresojmë të ketë një monitorimi sa më plotë e situata në gjithë vendi, në mënyrë se e dim si është tamam situata, që janë kushtet, çfarë janë aktivitete për këto kategorie personat, e se janë në përputhje me standardve ndërkombëtar. Do kemi, shpresoj, një përmirësimi e kuadri ligjor, e do kemi edhe një njëri më i madhe në popullsinë e shoqërisë shqiptare për këto probleme. Zonja Onorato, ju thatë që do të keni një rol, themi, monitorues, mbikëqyrës. Ka të përcaktuar projekti juaj se në cilat faza do ndërhyni? Do jetë në fillim të dënimit të një personi apo të një grupi personash, në mes apo në fund të dënimit, dhe tjetra, a do të luani ju rolin e një lloj, themi, avokati nëse do të ketë denoncime nga ana e këtyre familjarëve, po themi se personat me probleme mendore ndoshta nuk mund denoncojnë direkt, po nëse ka denoncime nga ana e familjarëve, a do të luani ju një rol mbrojtës? Këto është fatikisht e kishim menduar për të përdorur këto metodologji me një grup avokatët, por në fundit e kemi vendosur për një strategji tjetër, që është një strategji me përmirësimi institucional e sistemi, jo për rastet veçante. Fatikisht nuk do kemi, jo për raste specifike. Brenda këto projekt nuk do kemi këto komponente, por do kemi një përmirësimi për të gjithë, duke nënvizuar problemet me administrata shqiptare, edhe duke bërë një tip lobim për ndryshimi e situata. Për pyetje pare se me keni bërë, fatikisht ne do kemi një monitorim sa më plotë, nuk do ndajmë për momenti qëndrimin e burgë, por do monitorojmë që nga fillimi e paraburgimit në momenti i fundit e dënimit. Ne kuptim se edhe paraburgimi edhe burgjeve. Me këtë projekt, me sa kuptoj nga larg, ka një të mirë për të sëmurët, që të cilët ka nevojë për një trajtim realisht më të veçantë, por besoj do
shpotojnë, po themi në një farë mënyre, edhe të dënuarit e tjerë, pasi a mund të përbëj rrezik në faza të ndryshme një i sëmur I cili ndan hapësirat përbashkëta brenda burgjeve me të tjerët, hapësirat e ajrimit ose të mens ose kështu me radhë. Me siguri ka, unë nuk jam psikiatër për veten, por nga njohje psikiatrëve që keni në grup. Nga njohje se e kam edhe nga monitorimi se kemi bërë vitet e kaluar, kemi parë se disa herë semur mendor janë ne brenda qeli bashkë me njerëz që nuk janë me këto probleme shëndetit mendor. Edhe këto mund të jetë rrezikshme nga një ana për burgosur dhe para burgosur tjera, por edhe në një farë mënyrë nuk mbrojt nevojat e veçante e këto kategorie persona. Atëre mendoj se keni drejtë se edhe të ketë një persona me një sëmundje mendore mund të jetë edhe rrezikshme. Po që ka format e ushtrimit të dhunës në një moment caktuar, patjetër. Zonja Onorato, nga të dhënat që keni mbledhur deri tani, për numrin e këtyre personave në burgjet shqiptare, a do të ketë ndoshta nevojë që të ngrihet një institucion burgimi apo paraburgimi veçantë për këto raste? Fatikisht këto personat janë për të trajtuar si pacienteve, jo si burgosur ose paraburgosur. Në mënyrë veçante të personat se janë në trajtimi detyruar. Një nga qëllimi projekti jonë është të bindur edhe të ndihmuar në një farë mënyrë nga ana e ekspertizë, në përmjet ekspertize dhe lobingu edhe në kuventi edhe me qeveria për ndërtime e një institucione veçante. Problemi më I madh sot është tamam se këto personat janë trajtuar si burgosur ose si paraburgosur edhe nuk marrin një kujdes veçante. Atëre ndërtimi edhe funksionimi një institucione si një spital, po është tamam një spital me një nivel I siguri veçantë. Është jo vetëm nevojshme, por domosdoshme këtu në Shqipëri. Fatikisht gjithë personat si e ka thënë në disa raportet edhe avokati I populli, personat se janë sot në brenda sistemi I burgjeve, në Spitali Burgut, në Kruja, janë mbajtur në një mënyrë e paligjshme, se fatikisht nuk është këto vendi I dur për këto persona. Në kuadër respektimit drejtave të njeriut. Drejtat e njeriut, por edhe ligji shqiptar. Edhe ligji shqiptar. Nga raporti I parë ose nga të dhënat e para numerike, sa mund të renditet numri I këtyre personave me probleme të shëndetit mendor aktualisht në sistemin e burgjeve dhe paraburgimit në Shqipëri? Unë varet edhe nga institucione, se janë shpendar në institucionet e ndryshme. Personat se kanë sëmundje mendore dhe kanë marrë një vendim nga gjykata për këto gjendje, janë kryesisht në Spitali Burgut në monitorimi I fundi se kemi bërë ishin 66 personat, 75% e pacientëve e Spitali Burgut. Një grup I madh është në Kruja, tani nuk arri për ju dhe japë numër tamam, edhe ka disa institucionet ku ka 3, 4, 12 personë, shembull Vlora në monitorimin fundit kishte 12. Gjithsesi nuk është një përqindje shumë I madhe. Por ka disa institucione se janë me prekur nga këto probleme. Problemi I madhe mund të jetë rreth 200-300 personat, por problemi I madhe është të gjithë të persona janë ndjekur vetëm nga 2 psikiatër në të gjithë sistemi. Një është psikiatër e Spitali Burgut, imagjino një për gjithë se janë atje, por edhe për gjithë sistemi burgjeve dhe paraburgimi, dhe një tjetër se punon në institucione veçante e Krujës. Atëre situata është problematika. Për diskutim që puna juaj dhe rruga juaj ka filluar më përpara dhe nuk filloi sot këtu në emisionin ton.
cilat janë, a ka një dritë jeshile për bashkëpunim për ngritjen e këtyre institucioneve deri tani? Ose të këtij institucioni të parit, jo këtyre. Se isha nuk dështohet numri i këtyre personave që në vend të burgosur të jenë edhe pacient në këtë kohë. Fatikisht në teori vendime është marrë për ndërtimi. Është disa vjetë se është folur për ndërtimi për këto institucionet e ishin deri 2 vjet përpara kishin vendosur të ndërtuar një institucione në Durrës. Këto institucione ishte pjesërisht ndërtuar, pastaj kanë është vlerësuar si e papërshtatshme për infrastrukturore. Po, edhe standardeve për kushtet për të persona, edhe është vendosur një vend tjetër, se është një ndërtimi e institucioneve e krujës. Tani problemi është si gjithmonë një problemi buxhetar. Janë përfshirë Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Drejtësisë. Ata janë duke punuar, duke negociuar për ndërtimi këto institucione, por akoma duket se rolet nuk janë ndarë mirë, nuk ka një buxhet mjaftueshëm. Fatikisht për 2011 ne kemi kërkuar parashikimi një buxhet veçantë për ndërtimi e funksionimi këto institucione, por për 2011 akoma nuk ka asnjë buxhet i parashikuar. Shpresoj se ndoshta përpjekje do bëjmë ne për ndërtimin e këto institucione në 2012. Respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të individit në kudo ku ai jeton është një nga kushtet themelore ose parimet e demokracisë, po themi që e ndikon së tepërmi edhe Shqipërinë në përfshirjen e strukturave të Bashkimit Evropian. Ne kemi folur për asistencat e vendimet ekonomike të personave me aftësi të kufizuar, të invalidëve të punës etj. Në rastin konkret kur kjo konsiderohet e kundralishme sipas ligjit të Shqipërisë, cili mund të ishte një lloj presioni që mund të bënin institucionet ndërkombëtare në rastin konkret, se ne kemi shumë frikë nga të jashtmit, Marta. Fatikisht, keni drejtë, edhe në çfarë të lexoni edhe raporti i fundi i Komisionit Evropiane përmend edhe këto probleme e trajtimi e semur mendor në Shqipëri. Në raporti e Komisionit Evropiane, raporti vjetor, është gjëri pare është rekomanduar një përmirësimi i ligjit për shëndetin mendor, se është mjaftueshme i vjetruar dhe pa përshtatshme me standardeve europiane. Është ngritur fatikisht një grup i punës nga Ministria e Shëndetësisë për përmirësimi i ligjit. Shpresojmë se do bashkëpunojmë edhe ne me këto grupë dhe presioni nga kombëtare është e vazhdueshme. Ju e dini se e keni përmendur se nga kriteret e Kopenhagen, se janë kriteret për të respektuar, për të hyrë brenda, për të integruar në Bashkimin Evropian, kriteri i parë është kriteri politik. Brenda kriteri politik kemi respektimi e drejtat e njeriu. Dhe me siguri mungesë një kujdes e përshtatshme për këto kategori personat, edhe mungesë një institucione e përshtatshme për këto kategori personat është një shkelje e drejtat e njeriu, se është edhe nënvizuar nga gjykata e Strasburgut, edhe nga jurisprudenca e gjykatës së Strasburgut, edhe këto mund të jetë presionet se mund të bëjnë institucionet ndërkombëtar. Të kërkuar respektimi e këto se është një kriteri e rëndësishme. Çfarë do bëjmë përpara, mos? Çfarë do bëjmë përpara për të bërë? Gata kthesh bushullën. Gjithandej ka nevojë për nga arsimi se kthe ndot. Nga shëndetësia me probleme, kthe nga burgjet mos respektim, kthe nga drejtësia sherr nga mjesin dark. Nga ta kthejmë atë. Nga 2075 do hyjmë në Europë, ne. Pastaj ti mbarojmë gjitha këto gjërat për cilët flasin ekspertët që vinë këtu në studio. 3 minutat e fundit janë të tuaja të Martës. Unë di që ndoshta ju nuk jeni arkitekte, por ama unë besoj që të ndërtosh një institucion të tillë, normalisht duhet të ketë ca kushte fizike dhe një vendosje specifike. A do ishte më mirë pranë një qyteti apo diku në natyrë?
qet. Fatikisht në vendi me përshtatshme, sepse psikiatër unë e kam lezuar duke punuar për to projekt, vend me përshtatshme është të jap mundësi se mund mendor për të ketë një hapësirë edhe në pamje, sepse riabilitimi e personat me problemet mendore është bërë edhe nga ambienti, është shumë e rëndësishme. Edhe për këto arsye, kushtën e këto ku jetojnë semur mendor sot nuk është e përshtatshme, se është burgu vetëm për këso situata. Atëre jashtë qytetit me siguri është vend me e përshtatshme, si kanë thënë edhe. Dhe nuk u vë faj gjykata e Strasburgut që e ka akuzuar Shqipërinë për mos respektim dhe për akuzën për denigrim më saktë dhe për trajtime njerëzore, sepse nga një kërkesë për hapësirë, për jeshillik, për mundësi që t'ja i t'jedi qetë, ata janë në përqelisë bashku me të burgosurit e tjerë. Çfarë thua, ne s'kemi jeshillik poshtë pallatit. Po ju keni mundësi për të marrë makina për të ikë, ata nuk e kanë. Ke ishte në kuadrin e 2175. Dhe tham. Shumë faleminderit që ke qenë këtu. Ne përpiqemi ta shtensionojmë situatën sepse problemi është shumë i madh, po nga dëshira për të qenë optimist edhe për të dhënë mesazhe pozitiviste që një herë do bëhet ky vend ashtu si duhet që të jetë. Sepse s'ka se të bëjë, prandaj do e trajtoj me pak shumë kujdes edhe me pak butësi, po themi, se njerëzit duajnë shumë nga mëngjesi deri në darkë për i vërtetës. Shumë faleminderit që ke qenë këtu. Faleminderit. Dhe shumë faleminderit, do të më duhet ta them publikisht këtë, që ju mbani aq shumë kontakte me ne duke na informuar gjithmonë për çdo projekt të ri që kemi. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.